Dëshirë t'i kaloj fjalën antarit Departamentit të ri të Inovacionit dhe Inteligjencës Artificiale, zotit Erikleo Çepa. Nëse mund ta kalosh po. Shumë faleminderit për ftesën. Falenderoj edhe profesor doktor Salir Berishën. Falenderoj çdo person që do të dëgjojë disa të vërteta shumë të hidhura, disa të vërteta me baza të caktuara. Një nga këto të vërteta që unë dua të flas është pjesa e arsimit, si njëri, si shumë të rinj në të gjithë Shqipërinë, vuaj nga ky arsim. Por pyetja është për cilin arsim po flas? Flas për arsimin e teknologjisë, sepse për atë fushë jam dhe për atë gjë mund të flas. Në Shqipëri po vuajmë për shumë kohësh. Premtime për të rinj që do marrin shkollën për teknologji dhe do kenë hapësira pune kudo. Por është e kundërta. Çdo projekt, çdo gjë që çdo njeri ose çdo iri krijon në Shqipëri, blihet ose aprovohet nga shtetet e ndryshme. Një nga ato është te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën kemi shumë të rinj dhe të reja që sot po çelin. Dhe ku në atë moment që të rinj kanë ikur nga Shqipëria dhe çelin ato shtetet të bashkuara ose në shtete të ndryshme të gjithë botën, pushteti jonë, i mrekullueshëm dhe manipulator në fund të ditës, i përkra. Ku ishin ato ditët, kur këta të rinj kërkonin mbështetje, mbaronin shkollën, ata nuk patën mbështetje nga mbreti shqiptarëve, por patën mbështetje nga shtetet ndryshme të botës. Dhe kjo gjë po ndodhe për i fillon. Po sikur të flasim për një realitet akoma të hidhur, shumë tendra, shumë aplikacione të ndryshme që po krijohen sot e kësaj dite, akoma po blihen nga $50 deri në $100, edhe fundi tendrat janë nga 2 milion euro, 3 milion euro. Edhe çudia më e madhe në Shqipëri 3 ditë zgjat. 3 ditë zgjat për disa njerëz që teknologjinë e kanë si mbrojtje ose e kanë si vjedhje në fund të ditës. Por nuk të zgjat për mua, që i kam hyrë në rrënjë me detaje në maksimum, edhe kemi dalë në ato detaje që shumica e aplikacioneve që pushteti jonë tregon janë të krijuara nga indianët. Çfarë do thoshte Dubai, që pas ka marrë Shqipëria disa çmime në Dubai për cyber security edhe shumë aplikacione të tjera, nëse do i futeshin thellë, do të dilin që aplikacionet janë të krijuara nga indianët dhe shqiptarët. Mund të dalin dhe mund të thonë shumë ekspertë ndryshëm, të cilët manipulojnë shumë kollaj dhe thonë ne kemi krijuar vetë, kemi marrë mundimin dhe kemi ndetur ditë të dëra apo zgjuar pa gjumë, edhe për të krijuar këtë aplikacion. Por ky aplikacion s'ka rrënjë, nuk ka data, nuk ka tru, si puna djellëzës, që asnjëherë s'pati tru dhe s'ka për të patur tru. Truri vetëm i djellëzës është që do vi edhe do jetojnë atë trurin e disa personave që kur hapin një allben dhe shikojnë diellën edhe e pyesin disa gjëra shumë personale dhe i përgjigjet gjithmonë. Ju lutem provoni përsëri. Kjo gjë do ndodhi dhe asnjëherë nuk do ndryshoj. Por unë do flas për disa ndryshime që mund të ndodhin. Disa ndryshime që duhet të ndodhin në kohë reale, dhe sa më shpejt jetë e mundur. Një nga ato ndryshimet është, siç e tha kolega ime Denisa Kele, që shumë gjëra duhet të kenë një revolucion komplet tjetër në Shqipëri. Një nga ato është arsimi, mjekësia, ku mos lëm bazë edhe bujqësinë. Shumë premtime janë dhënë kudo në gjitha këto lloj fusha për inteligjencë artificiale, por asnjë nga këto nuk është mbajtur fjala. Një nga këto fjalë që është mbajtur është që furnitorit kinez të vinë në Shqipëri të investojnë miliona dollar. Edhe fundi është që kanë dalë nga buxheti i shtetit shqiptar miliona, akoma shumë që këto produkte dhe investitorët kinez kanë aprovuar inteligjencën artificiale në Shqipëri. Inteligjenca artificiale është diçka tepër e gjerë, më e gjerë se një aplikacion që pushteti jon tregon. Është një risi, është një edukim për çdo lloj brezi, është një revolucion për çdo njeri. Inteligjenca artificiale mund të mësohet nga çdo kush. Mund të mësohet që nga një fëmijë në kopësht,
sa mu thonë është e pamundur, po ndodh diçka e tillë. Mund mësohet nga gjyshja dhe baba im, mund mësohet edhe të rinj, normal. Kjo është gjë më minimale që mund të ndodhi. Por ku është plaga që më dhë më shumë, është që prapë ne manipulohemi. Manipulohemi nga mediat, që asnjëherë nuk tregojnë të vërtetën çfarë po ndodh me inteligjencën artificiale në Shqipëri. Por ndodh që dalin 2 ose 3 persona dhe flasin që u krijuar një aplikacion, dhe ky aplikacioni ka kushtuar dhe do i çlirojë jetën shqiptarëve. Në realitet, ai aplikacion nuk do të funksionojë kurrë. Edhe për ta mbyllur shumë thjesht, si një i ri, do doja vetëm që të thoja 2 gjërat e fundit dhe shumë të vërteta, është që Shqipëria pa mbyllur derdhen e këtij burimit me inteligjencë artificiale, këtij pushtetit që flet dhe flet vazhdimisht dhe asgjë nuk funksionon, asgjë nuk ka për të patur mbi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Erik Leo. Tani dua t'ja kaloj fjalën anëtarit kryesisë të Partisë Demokratike, zoti Grigel Smuçollari.